Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë mbrëmje në Dritë në Oqean. Edhe në këtë të premte do të jemi sërish për të diskutuar rreth politikës me një të ftuar të veçantë që është kryetari i ballit kombëtar për qarkun e Fierit, Benjamin Toro, i cili për kufizim i përket dhe shtresës së përndjekurve politik dhe do të flasim jo vetëm për atë problem dhe organizim strukturor dhe për objektivat, ambicjet, synimet që ka kjo forcë politike, por nga ana tjetër më së shumti për të ndalur tek ajo që po ndodh me shtresën e përndjekurve politik, e cila është bërë dhe kryefjalë thosha e zhvillimit më të fundit. Përshëndetje dhe mirëserdhët zoti Toro. Një mbrëmë të gjithë dhe faleminderit për ftesën. Unë kam bërë vetëm thjesht një përkufizimin tuaj si drejtues i degës së ballit kombëtar në qarkun e Fierit dhe si një person që i përket shtresës së përndjekurve politik. Por do të ishte me interes edhe për teleshikuesit për të justifikuar në thonjza dhe atë që do të diskutojmë këtë mbrëmje për shtresën e të përndjekurve. Diçka më tepër për ju për preardhjen tuaj dhe çka përfaqësoni. Atëherë për të sqaruar dhe teleshikuesit dhe ata që na ndjekin dhe sidomos ata që i përkasin kësaj shtresë, se cili është ky njeri, ky djalë i ri që do të flasi për të burgosur politik. Unë jam djali i një të burgosur politik, jam djali i Ylvi Toros dhe me këtë rast gjej rastin që të përshëndes të gjithë bashkëvuajtësit e babait tim që janë gjallë dhe ata pasardhësit e atyre që nuk jetojnë sot. Okej, besoj se është një prezantim i mjaftueshëm. Atëherë le të kalojmë konkretisht tek ajo që është mbetet tema më interesante. Çfarë po ndodh me shtresën e të përndjekurve politik? Grupime 2-3 grupime në zgaboj të shoqatave të ndryshme, mbeten jashtë formacione politike dhe janë bërë protagonist me qëndrimet që po mbajnë kohët e fundit. Mund të bëni një rezume të përgjithshme? Atëherë kjo që po ndodh me stresën e do flas më tepër për të burgosur politik, të përndjekur pronar tokash janë pothuajse e njëjta stres që përfaqëson dhe nuk e di domethënë këto kohë të fundit tyre po u duket si një mall elektoral të gjitha këtyre partive ose grupime partijake që duan të linsin së shpejti, domethënë po u duken si një mall elektoral vetëm për të përfituar nga kjo stres. Gjendja e të burgosur politik që janë të vendosur në disa shoqata, të cilat edhe ne që jemi vetë në pjesë të tyre nuk po dim sa po bëhen, është sepse i ka rënjët që herët do thosha kur kanë qenë brenda në burg, dhe kjo është, unë do ta cilësoja domethënë për dy probleme ose dy faje të këtyre. E para njëra është faji i Katovicës, do thosha, që pas 19-s nuk u integrua kjo shtresë, dhe e dyta është dhe për fajin e tyre. Por faji i tyre është më tepër faji i një fisniku, i cili pritën vetëm nga si të themi nga shteti i së drejtës dhe nuk kërkuan. Falën atëherë kur nuk kërkoi njëri falje. E qartë. Dhe kurse për Katovicën është diçka që në të gjitha sistemet diktatoriale nëpër botë ka ndodhur që me rrëzimin me vdekjen e diktatorit kthehet sistemi. Kurse këtu në Shqipëri ndodhi diçka më ndryshe sa në të gjitha këto vende të tjera. Këta patën kohë dhe i përgatitën për ta kthyer vetë sistemin komunist në kapitalist. Dhe i bën të gjitha përgatitjet, sa në Gorbaçovi bëri, sepse ka ngelur gjithmonë kjo Katovica, duke mos e ditur secili, është mbledhja e partive komuniste që i bëri Gorbaçovi për kthimin e sistemit komunist në sistem kapitalist, sepse nuk ecë më me këtë. Dhe aty kishte midis shumë pikave, është një kështu i gjatë, por midis shumë pikave kishte dy për të cilat ishin më kryesore, do thosha unë. E para njëra është dhe këtu në Shqipëri u realizua më së miri kjo gjë, domethënë, duke mos u dhënë asnjëherë post, duke përdorur të përndjekurit politik dhe të burgosur politik gjithmonë pas vetes, dhe duke mos u dhënë asnjëherë role drejtuese nëpër partitë politike. E qartë. Dhe kurse gabimi i tyre i kësaj strese, do thoja unë, ishte që nuk u mbështet tek partia politike që këta përfaqësonin realisht, sepse këta ishin të burgosur politik, nuk ishin të burgosur ordiner për krime të tjera, por ishin të burgosur politik dhe të burgosur politik sepse i përkrisin një shtresë që ishte antikomuniste. Kishin një emërues të përbashkët, pra terminologjia politike. Do ishin nacionalistët e hershëm, o do ishin ballistë, ose nga 43 që janë disa të tjerë pasaj që i përkisin legalitetit. Dhe këta duhet të mblidheshin dhe të krijonin këtë
do mund të krijonin këtë forcë politike, të mbështesin këtë forcë politike që të kishin numra në parlament për të përfaqësuar. Do ta prekim më vonë në fakt për përfshirjen dhe për aksesin që ka partia juaj për të përndjekur politik. Në fakt ekzistojnë 3 shoqata. Pavarësisht se janë të përndjekur, nuk ka një forcë ose thënë ndryshe, nuk ka një interes përbashkët për të qenë të unifikuar këto shoqata të përndjekurve. Dhe në fundit, pse ka arritur deri në këtë pikë për të qenë përçar? Shiko, do ta thosha domthonë pas 19-s unë do ta ndaja për veten domthonë në tre faza që ecën. E para ishte një nga 90-ta deri në 94. Pavarësisht se nuk u mbështeten te forca politike apo në forca politike kishin pak forcë me shoqatën e parë të Osman Kazazit që u krijua, shoqata e parë që u krijua, kishin mbështetje dhe forcë politike sepse edhe atyre domthonë që erdhën në pushtet në PD-s, ardhën në pushtet u dush ky imazhi i të burgosurve dhe të përndjekurve politik. Kurse do thosha pastaj ajo që i ndau shoqatat, ishte viti 94, me hyrjen e grevës në grevën e urisë 94 që kanë bërë shoqata, që ishte një shoqate të burgosurve politik. Hyrja dhe Azem Hajdarit brenda në këtë grevë urie. Dhe kjo krijoi një irritim tek PD-ja dhe këtu nuk u mor vesh pse hyri Azem Hajdari në këtë grevë urie. Dhe këtu nisën përçarjet. Prapë pastaj, domethënë, PD-ja ardhi në pushtet, nuk u dush e bashkuar shoqata dhe ndikuan dhe filluan luftën. Aty ka ndodhur dhe rrafja e të burgosur politik. Dhe më e forta e kësaj pune ishte sepse rrafja ka ndodhur nga atëre shefa komisariatësh dhe policë kanë qenë më tepër të thuash nga kjo stres të vendosur, sepse vetëm këtë u dha, domthonë sistemi e saj kohe këtë u dha privilegj që i bëri polica që përsëri domthonë të përplasin me popullin. Domthonë kjo ishte diçka domthonë më kështu që i kishte vetëm polica dhe kjo ndodhi që u ran nga shokët e tyre. Pra prap lindi një përçarje midis tyre dhe aty pastaj filloi ndarja, domthonë filloi loja prap e sigurimit të shtetit që kishte ndodhur në përburgje, sepse të dimë një gjë domethënë dhe për hir të vërtetës është se deri në 70-ën burgjet politike të burgosur politike kanë qenë të pastër në vetvete. Kurse pas 70-ës ka pasur edhe ata që për krime të tjera që mund të bënin, i vjepnin dhe një dënim politik dhe i fusnin brenda në për këto burgje politike dhe më, siç tregojnë dhe këta dëmit, më tepër sterro kanë bërë jetën këta njerëz. Pra, më fal, përpara se të kalojmë te faza e dytë, që ju do ta prekni, pra faza e dytë 97 mos e gaboj, më sqaroni këtë pikë. Ju mendoni se ka pasur dhe të infiltruar brenda shtresës së përndjekurve? Shiko, normalisht ka pasur dhe të infiltruar, sepse sigurimi i shtetit të punë kishte. Domethënë dhe motoja e diktaturës dhe komunizmit ishte për çfarë s'ndo. E qartë. Dhe moto e tij ka qenë vetëm mos të shkoj vllai tek vllai, motrat e motra, ndajën na nipi. E qartë. Pra bënte këto kishte si parime të vetat për të bërë. Po. Dhe gjithmonë mundohej sigurimi i shtetit që të gjente pikat e dobta në disa individ për t'i përdorur. Dhe thash, deri në 70-ën, deri në vitet 70, kanë qenë disi të pastra burgjet nga këta që përdoreshin në rolin e sigurimit të shtetit. Pas vitit 70 dhe sidomos pas 74-s, ka ndodhur që ka pasur shumë njerëz të infiltruar brenda. Dhe pas 90-s pastaj, domthonë kjo erdhi ajo përçarja që ka ndodhur që brenda në burg, erdhi dhe pas 90-s. Që nuk e gjenin dot gjuhën e përbashkët me njëri tjetrin, sepse ata që ishin politikanë të mirëfill, që ishin të vërtetë të burgosur politik që në 45 nuk arritën dot të dilin gjallë nga burgu. Për shkak të viteve të gjata. Për shkak të viteve të gjata të burgimit. Atje ka pasur njerëz në 35, 37, 40 vjet burg, dhe këta nuk e kishin iden e ardhjes dhe futjes në politik pas 90-s. Ktu u shfrytëzua më së miri kjo pikë e këtyre. Këta nuk shikonin më do më shikoni për të krijuar një kapital apo një ekonomi për të mbajtur familjen gjallë, se ishin pa bukë, pa shtëpi mes rrugëve, nuk shikonin për politikën. Dhe pra ndikojnë parcializimin apo ndarjen e këtyre shoqatave. Ndarja e këtyre shoqatave ndikoi pas 94-s që u përçan. Dhe krijoi një luftë asaj kohe, domethënë midis shoqatave dhe Partisë Demokratike që
ndodhi diçka si zemrimi i shtresës të përndjekur, për arsyeën sepse të themi një gjë që është reale, në të përndjekurit gjithmonë ka votuar për të djathën në tërësi, pra më tepër për Partinë Demokratike. Sepse disa individu ingranuan tek. Pra ka treguar devocionin ndaj le të themi kahut politik që i përkasin. Normalisht janë elektorati më strikt që kanë qëndruar gjatha, sepse ka një gjë tjetër, domethënë nuk mund të shkojë dot një burgosë politik apo një përndjekur politik majtas, domethënë është diçka që nuk ta lejojnë dhe gjaku që është derdhur në vite, domethënë janë pushkatime, janë burgje, janë qartë. Le të prekim dhe dy fazat e tjera, zotitorë, pra përveç asaj deri në 95. Domethënë pas 94-s ndodhi përçarja më tepër e shoqatave të përsekutuara dhe e partive nacionaliste do thoja. Domethënë në 94 u krijua një shoqatë tjetër, domethënë u krijua shoqata antikomuniste demokrate, shoqata e burgosëve politik demokrat. U bën një gjithmonë PD-ja pse mbështeste këtë shoqat që kishte interese që ishte më afër tyre. Pra kjo është loja. Loja ka ndodhur pasaj që në 97-ën u përdor Kurt Kolla, një burgos politik që për hir të vërtetës në burg ka qëndruar shumë burrëror sipas tyre që tregojnë, domethënë duke bërë ballë kalvarit mundimeve. Por këtu, domethënë, si thua për zemrim që patin ndaj PD-s, domethënë shkoi me, si thua, u përdor nga Nanua. Dhe kjo është një dëmtim, nuk e di pse, deviacion i disa individëve, do thosha, jo individ jo strese mirëfill. Dhe mua më ka ardhur keq kur kam parë dhe pardije, domethënë para disa ditësh tek emisioni Top Story, kur bërën dhe takimin me Edi Ramën, Kurt Kolla, domethënë që të përfaqësoj këtë stres, është një fatkeqësi për ne, realisht, domethënë që të shkosh në këtë gjunjëzim të këta individ dhe ta ulësh tani të përndjekurin politik, të burgosur politik, ta ulësh përballë me Gramoz Ruçin dhe përballë me Pandelim Majkon dhe me tjerë që të kanë burgosur dhe të pushkatuar. Pra kjo është me të burgosur është një tragjedi komedi, do thosha, edhe tragjedi dhe komedi bashkë. Dhe s'pali do të ndodhë efekti katarsis, ose do të ndodhë një lloj purifikimi vetë brenda shtresës së të përndjekurve politik. Pra këtu do thoja, domethënë kjo është alfa. Faja jon, domethënë, është i përkasim kësaj pune, domethënë shiko çfarë ndodh tani. Ne arritëm se të flasim kur them ne, domethënë unë jam pjesë e tyre dhe prandaj e përdor me këtë fjalën ne. Arritëm që falën persekutorët tanë. Nga kjo stres tregoj atë fisnikërinë e vet, që nuk u prek një prokuror, një polic, një gjyqtar apo një kështu, nuk u prek me dorë. Treguat humanitetin ishit kundër ndjenjës akmarrjes. Pra nuk u përdor një akmarrje dhe kjo është një fisnikëri e tyre, do thoya që është e trashëguar. Dhe kjo tani solli këtë që këta nuk kërkojnë asfalje. Dhe aq më tepër, duke mos kërkuar asfalje, është pak e vështirë të pajtohesh me këta njerëz. Cilët këta nuk po kërkojnë asfalje, zotitorë, sepse në fundin ne sot kemi një parti socialiste. A ludonin për këtë forcë politike apo doni të flisim për ato forca partia e punës, Partia Komuniste, nuk e di se çfarë. Domthonë Partia Socialiste që është sot emrin ka ndryshuar, nuk është se është Partia Komuniste ndroi emrin. Nuk është më mirë do ta kishte, po ta kishte komuniste do ishte më reale faktikisht, do ta kishte komuniste do ishte më mirë. Por mua keq më vjen se me këta për shkak mund ta dim që i kemi kundërshtar politik, po më e keqja është kur shikojmë dhe këtej nga krau jon, domethënë që na godasin dhe bëjnë, domethënë kjo është më për të ardhur keq, që gjithmonë kërkojnë vetëm për të përfituar vota nga kjo stres dhe asnjëherë për të menduar për këtë. E qartë. Kjo është më për të ardhur keq. Dhe do ta thosha te faza pasaj pas, domethënë 94-97 ndodhi përçarja. Pas 97-ën pasaj nuk u mendua më fare për këtë stres. Do thosha deri në 97-ën u dhan faktikisht disa bursa, u dhan disa shtëpi, por prap këto shtëpi dhe këto gjëra që u dhan të burgosur politik u mbajtën nga dëmshpërblimi
i tanishëm. Pra edhe ata që e blen për shembull, që përfituan shtëpi e paguan shtëpinë me çmimin e tanishëm. E qartë. Kurse disa që e morën atëre kanë qenë diku te 80, 120.000 lekë të vjetra një palë shtëpi atëre, kurse i burgosi politik i ka marrë shtëpi po paguan me bojigjet në shpërblimi me 16 milion lekë të vjetra. Dhe kjo është diçka që edhe ta jep dhe ta merrem tonë është një lojë politike që po bëhet me këtë stres. E qartë. Është diçka hipotetike në fakt. Ajo peticion do të bëj tani, por kam parasysh atë që ju thatë deri në vitet 70 kanë qenë të pastra dhe të përndjegurit politik kanë qenë realisht ajo stres që përfaqësonte mendimin kundër, po them kundër sistemit. Atëherë, mos ndoshta dhe pas viteve 90 nuk ndodhi selektimi apo përzgjedhja e individëve të cilët realisht kishin qenë të vuajtur, të persekutuar, të dënuar politik dhe kjo është edhe një lloj pasoje edhe kësaj përndarje, kjo gjithsesi thash që është hipotezë. Këtë gjë nuk mund ta ndash dot domosdoshmë. Dhe unë gjithmonë me këtë dosh. Pra më fal, mos është abuzuar me statusin e të përndjekurit politik thënë më thjesht. E kanë përfituar dhe personat të cilët realisht nuk kanë qenë diku të po, diku jo. Domethënë mund të jetë abuzuar me statusin, por nuk do të them tani që nuk do t'i kthejmë kësaj teme tani që kanë përfituar apo s'kan përfituar pa drejtësi. Jo, është problemi se mos ndoshta kjo është edhe një problem për përçarjen. Ligji që i ngatruar, pra nuk që vetëm i burgosur politik apo kështu, domethënë nuk që i ndarë që edhe po patë vepra të tjera mos të kesh apo vite të caktuara. Por unë do ta heq fare këtë, si do të jetë dhe ky që ka vuajtur pas 70-s dhe ai që mund të jetë përdorur para 90-s, domethënë para 70-s në burg, nuk ka fare rëndësi kjo. Tani ne dhe unë këtë u kam kërkuar të gjithë kurrime këta njerëz sepse gjithmonë domethënë ne këtu jemi, dhe ka edhe një diçka tjetër domethënë që ne dhe miqësitë dhe të gjitha i kemi brenda kësaj strese, domethënë jemi e gjitha një familje e madhe. Dhe unë u kërkoj një gjë këtyre njerëzve, domethënë ore ju arritët që falet persekutorët tuaj. Po. Fali këta njerëz sepse ti merru me atë që të ka bërë krime, mos u merr me këtë viktimën që ka ardhur si pasojë e këtij njeriu që e ka detyruar deri aty sa në kushte që po ti thuash domon të merrohet njeriu, po ti din të gjitha ç'a është bërë në këto burgje. E qartë. Pra mos të merremi me këtë pjesë të kësaj. Dhe ai ka qenë bashkëvuajtës me ne. Por unë do t'i thoja që tani të bashkohen me njëri tjetrin dhe duhet të ishin bashkuar sa më shpejt me njëri tjetrin. Duhet të shkrihen shoqatat fare. E qartë. Mendimi im është të shkrihen shoqatat. Nuk kanë më vlerë shoqatat secili ka marrë nga një vullet nga i. Duhet të bashkohen te një forcë politike e caktuar për atë që ti u sakrifikove 50 vjet edhe 20 të tjera akoma. Duhet të shkosh aty se po nuk paten numra dhe kjo është ajo dështimi domosdoshmë që po ndodh, sepse po nuk paten numra në parlament, nuk mund të ngresh dot zërin, nuk ka kush të mbrojë atje në parlament. Thjesht politikat bëhen në parlament, nuk bëhen kafeneve. Duhet të nxjerrësh, duhet të ndikosh të nxjerrësh numra në parlament. Por ndodh një gjë tani, një pjesë jona ose pjesë të burgosit politik janë ingranuar tek PD-ja, janë ingranuar tek PR-ja, janë ingranuar tek partitë tjera, të cilat vetëm u marrin votën dhe nuk kanë atë guximin që të përballen në parlament. Vërtet mund të ketë disa deputet që vijnë nga shtresa e përndjekur parlament. Por nuk e kanë atë guximin që ta them siç mund ta them unë që jam pjesë e kësaj dhe që e di botërisht që vi me këto vota. Po. Po para të pyetje pak më parë që thash për punën e selektimit ose të një lloji përzgjedhje të vërtet, për shkak se ndodh ndonjëherë pavarësisht se ekziston në formën e anekdotës që persekutori dhe persekutuarit kanë të dy të njëjtin status. Gardiani i burgut, i cili ose xhelati më mirë, kërkonte statusin e të përndjekurit politik. Gjithsesi le të vazhdojmë më tej me logjikën e pyetjeve. Atëherë, keni shprehur shqetësimi për sa i përket shtresës së të përndjekurve politik, të cilët janë hapërdar, do thosh ose të shpërndar në forca tjera politike. Pse nuk janë tek ajo që ju i mshoni fort, dhe thoni që është forca juaj, Partia e Ballit Kombëtar, që duhet të thithë gjithë këtë lloj strese. Pse nuk janë përfaqësues apo pse nuk janë antar të Partisë së Ballit Kombëtar? Unë nuk do thoja se nuk janë antar të Partisë Ballit. Po ka edhe në parti të tjera. Por normalisht ka edhe parti të tjera, sepse po të bashkoheshin bashkë, do krijonim jo 10 e 15 e 20 deputet, por kemi afërsisht stresat të ndjekur politik. Zë do mund diku te 35%. Pra pse nuk u bë Balli Kombëtar zëri i të përndjekurve politik? Të thash që ndryshimet politike pas 90-s ndodhën dhe Katovica këtë punë bëri. I krijoi vetë partitë politike sistemit të cilat do ishin. Pra krijoi PD-n, krijoi PR-n, krijoi, pra menduan dhe për të djathtën dhe për të majtën. Me qartë. Menduan
ndodhi diçka, domethënë që balli kombëtar u krijua diku rreth 92-shit, domethënë që jo u krijua, por që erdhi, që u vendos, domethënë që ka ardhur në profesor Abbas Ermenji. Dhe kur ka ardhur profesor Abbas Ermenji, kujtohet ka qenë një pritje madhështore dhe u prit aq shumë sa tronditi, atëherë mund të them që ka tronditur me të vërtet në pushtetin e atërshëm. Aq sa është penguar dhe për të hyrë dhe për gjitha lëvizjet i kishte të monitoruara. Por të thashë, sigurimi i shtetit i ka bërë gjitha veprimet këta i kishin dhe njerëzit e tyre për t'i përdorur. Kishim edhe ne tek balli njerëz të përdorshëm, siç mund të ishte Hysén Selfo, që pastaj në 98-ën e ndau në ballin kombëtar. E qartë. Pra nuk është atë që bëri dhe këtu do ta nisja, domethënë që lash tek deri te 97 dhe pas 97-s fillojnë dhe përçarjet brenda djathës. U bën 2 balle, u bën 3 legalitete, u bën pra filloi një lojë përçarëse. Deri në 94-ën i lanë të bashkuar. Pas 94-s filluan pastaj lojën e sigurimit të shtetit që kanë bërë në burgje, bën dhe pas 94-s. Le të marrim atë pikë historie në 92-shin që ju përmend pak më parë, kur është krijuar forca jo politike ose kur zoti Ermenji erdhi që nga jashtë, apo që nga Franca, mos gaboj. Atëherë, ndoshta ishte mungesa e përvojës së Partisë së Ballit Kombëtar për ta tërhequr rreth vetes dhe për ta unifikuar gjithë shtresën e përndjekjeve politike, apo dhe një mungesë orientimi e vetë përfaqësuesve të kësaj strese? Shiko, përfaqësuesve të kësaj strese duke qenë 40 e ca vjet në emigracion, diku të 40 vjet në emigracion. Deri diku mund të dinte që bësh politika franceze apo politika e pastër, pra ishte mësuar me një politikë më të pastër se sa ishte këtu. Nuk ishte mësuar me këto lojrat e njerëzve. Ta arrin domun deri aty sa mund të akuzoni dhe Abbas Ermenjin në gazetat e asaj kohe, akuzonin Abbas Ermenjin për jo komunist. Arrini deri aty sa ti thoshe një njeriu që ka luftuar me pushk kundër komunizmit, ti thua domun komunist. Pra, këtu lindën përçarje të papara dhe kishin komandën, si thua, në parlament e ka bërë më tepër se Abbas Ermenji për shembull dhe pas 96-s nuk i ka njohur, që në vetëm i pari person që kanë thënë që këto nuk janë zgjedhje. Pra, këto luftra që u bën dhe atij nuk i lanë kohë për të njerëzit pritën shumë, por votat asnjëherë nuk u numërohen ashtu siç janë, siç vazhdojnë dhe akoma që nuk numërohen ashtu siç janë. Po. Pra le ta prandojmë që ishte edhe një mungesë organizimi dhe një mungesë orientimi edhe i përfaqësuesve të. Nuk do të thoja mungesë organizimi, do të thoja që asnjëherë nuk janë numëruar votat që kur është krijuar sistemi politik dhe deri më sot nuk janë numëruar realisht. Sa që është pesha reale e çdo force politike. Të dim sa është pesha reale e çdo force politike. Është më interes për ditur në fakt për ligjin e lustracionit, cili është mendimi juaj? Këtu i bie domthonjë që krimet e komunizmit ti dënojnë vetë ata që kanë bërë krime. Ligji i lustracionit i krijuar ashtu si. Jeni pro apo kundër? Normalisht ne jemi super pro dhe jemi ne që kemi kërkuar më tepër këtë ligj, domethënë për të bërë dhe për të ditur kush janë. Ne nuk themi ti dënojmë ta njerëz. Pra ne jemi gjithmonë jemi për vllazërinë dhe bashkim kombëtar. Ama ti dim kush janë këta njerëz, ti dim këto krime që kanë ndodhur të komunizmit, të dim historinë e vërtetë, nuk dim historinë e vërtetë, nuk dim fëmijët akoma sot cila është historia e vërtetë. Po. Ka një lloj garancie që nuk do të ekzistojë fryma e hakmarrjes ndaj persekutorit? Po tishin për të hakmarrjes marrë atëherë, pse ti kujton se nuk i din ose kushdo nuk i di kush ishte ai dëshmitari që ty të ka dalë që atyre u ka dalë për ballë në gjyq. Ka qenë atje, sekretari i partisë, ne kemi pasur në përfshatë është aty. Nuk ka, po të ishte hakmarrje që marrë që në 90, nuk do hakmerren sot. Nuk ka lidhje për t'i ditur kjo shoqëri çfarë është bërë, nuk ka domethënë për të dënuar këtë. Por tani ne na vjen keq domethënë të shkosh nëpër gjitha zyrat, pavarësisht se ka qenë PS apo PD-ja në pushtet. Të shkosh në gjitha zyrat dhe ti gjen sot të gjithë ata që punojnë atje i gjen nga ata që ty të kanë persekutuar deri dje, këtu ta krijon pak atë frymën e hakmarrjes. Dhe i bie tani, domosdoshmë se kjo është
Akmarrje morale më tepër kuptohet, por shiko si del domosdoshmë për ta shprehur më qartë. I kërkohet tani të burgosëve politik të bëjnë letra për të marrë lekët e dëshpërblimit. Po. Se u bë ky dëshpërblimi i këtyre të ndjekur politik, u bë sikur po bëjnë nami ta të ndjekur, sa na pyesin në rrugën sa e morët lekët e burgut apo kështu. Shiko, ky dëshpërblim është do të thoja është një gjë e vogël për të bërë këtyre. Nuk ka jep dot, nuk ka kthen dot vitet e burgut këtyre njerëzve, vitet më të ardha të burgut. Nuk ma kthen dot mua që unë mas jam persekutimi moral, jam i lindur pas burgut, po nuk ja kthen dot vllai tim, motrës time, rritjen e prindrit jetim, rritjen e një fëmije jetim e baba gjallë. E qartë. Pse? Sepse nuk do këtë sistem. Pra këtu është për të ardhur keq që kujtohen dhe këto lek që këta do marrin. Sot këta njerëz ka njerëz akoma që nuk kanë një palë shtëpi. Ka vojtur tërë jetën në burg dhe shtresa më e pasur që ka qenë dhe nuk ka një palë shtëpi. Nuk ka vend sikur të vdesin nesër ku ta qajnë të afërmit e vet. Kjo është për të ardhur keq. E qartë. Domethënë të kesh prona para fund të trashëguara, të kesh bërë dhe një vit e burg dhe ti dhe këto lek do mund t'i trajton dhe janë vënë në garë partitë politike sot, të cilët e kanë sjellë të gjendje deri këtu, janë vënë në garë kush të thithë më shumë njerëz, duke premtuar do të jap lekë për këtë kohë, jap lekë për kohë. Nuk është nuk është paraja e dëshpërblimit burgos. Është përfaqësimi që nuk përfaqësohet në asnjë nivel. Flasim edhe për këtë fjerë, nuk ka asnjë njeri për shkakun që të jetë në shtresa e përndjekur dhe përsekutuar që të drejtojë një institucion të rëndësishëm. Nëse do dalin ndonjë, le ta thojë që jam unë për shkakun i përndjekur. Ndërkohë do të bëj një ndërhyrje. Nderuar televizionistë, vazhdoni të dërgoni mesazhet tuaja në numrin 069 28 471, siç e shihni është dhe i afishuar numri për SMS dhe në pjesën fundore, pra në pjesën afër fundit, unë do të lexoj mesazhet tuaja dhe pyetjet që keni për zotin Toro. Le të vazhdojmë te zoti Toro. Ndërkohë është një datë simbol, do thosha, që është shpallur si dita e nderimit të viktimave të komunizmit, është 20 shkurti. Është një datë reale, konkrete, që i është kushtuar vëmendje e caktuar apo është thjesht një konvencion? Data 20 shkurt mos di është kur ka shpallur konventën e dënimit të komunizmit që ka bërë Parlamenti Evropian. Nuk është datë e vendosur, por ne kemi kërkuar që data e vendosur për krimet e komunizmit të jetë data 9 shtator. Ditë në të cilën ka filluar lufta e vërtet vllavorase në Shqipëri. Tu ka filluar krimet e komunizmit, ka filluar në 9 shtator, disa ditë pas marrëveshjes së Mukës. Në shtator 43. Po. Aty ka filluar lufta vllavorase, ku janë vrarë në 6 nacionalistë në devolt të Korçës. Këtu duhet të jetë data, domethënë e kërkuar nga neve për dënimin e krimit të komunizmit. Dita ku ka filluar vllavorase shqiptar. Po, se ka pasur dhe hipoteza ndryshme në fakt, qendrime ndryshme nga LSI-ja, nga Lëvizja e Legalitetit. Për 29 nëntorin, LSI ka iden për 29 nëntorin, ndërsa zoti Basha, Murat Basha, kryetari i Lëvizjes së Legalitetit, për 21 maj, duke pasur parasysh vitin 73 kur ndodhi revolta në burgun e Spaçit me parullat antikomuniste. Konkrete kur ka qenë gjallë diktatori, kështu justifikohet nga Legaliteti. Unë do thoja që të nisi aty kush pika nistore. Pastaj më pas këta njerëz u identifikuan që ishin kundër këtij sistemi. Do të flasim tani që flas nga 9 shtatori 43 deri në 1 janar 24 janë vrarë afërsisht rreth 5000 burra. Me qartë. Janë të pushkatuar pa gjyq. Dhe kërkesa tjetër e ballit kombëtar dhe e jona kryesisht është që dëmshpërblimi e këtyre njerëzve të fillojë që nga kjo datë. Që nga data kur ka filluar lufta vllavorase në Shqipëri. Jo ditët që fillojnë këta, domethënë e filluan një herë me 29 nëntorin, pastaj kanë zbritur në 1 nëntori e gjithë më. Domethënë to janë data që sikur po bëjnë lojra me këtë për të zgjatur kohën dhe për mos u thënë tjetra është pse me të dëmshpërblimet e përndjekur e këtyre që thonë mbi 85 vjeç për të filluar dëmshpërblimin. Tani 85 vjeç do mund të janë as janë 200 të mbetur gjallë. Kurse të mbetur gjallë të gjithë të burgosur politik diku duhet të jenë tek 1400-1500 veta në gjithë Shqipërinë. As 2000 nuk bëhen dot të plot.
Dhe kjo është Kam idenë Partia Socialiste ka kërkuar në moshën 75 vjeç. Ka qenë një kërkesë. vetëm një lojë. Vetëm një lojë. Kjo është një të mendoj Partia Socialiste për të ndjekur politik, kjo është sigur, kjo është një tallje e madhe. Dhe kjo është me të vërtetë, domethënë është një tallje e madhe që të mendoj Partia Socialiste. Pse është tallje? Është një tallje sepse thash të çosh përpara Pandali Majkon, përpara të burgosëve politik, dhe i thotë që unë do të shpëlej 75 vjeç, kur ka thënë ditën që është miratuar ligji, flas në pas 2005-s, që është dhe faza e tretë, do thosha unë që do ishte pas 2005-s me ardhmën e PD-s në pushtet. Ka thënë që kjo do shpërbleni ju këta plerat. Dhe ne i kemi cilësuar Pandali Majkon, më falni për shprehjen, shurdhjese e fundit të komunizmit. Duke sikur po vazhdon kjo luftë e klasave, zoti Toro, në fakt për hir të vërtetës, pavarësisht se Partia Socialiste ndodh një gjë tani, domthonë ne ofrojmë bashkim dhe vëllazërim kombëtar, pra, ta ofrojnë armiqësi. Më fal, ju vërtet i përkisni një shtrese që keni trashëgimi për këtë persekucionin dhe nuk mund ta mohoj askush. Por nga ana tjetër, është një forcë politike e cila është krijuar pas viteve 90 dhe nuk mund të pretendojë se domosdoshmërisht do të jenë përfaqësues, më fal, pra do të jenë trashëgimtar të komunizmit. Po nuk është krijuar pas 90-s, është ka ndërruar vetëm emër. Do ishte tjetër gjë sikur të krijojë partia e re siç po krijohen tani BAM. Gjithsesi, nuk është krijuar pas 90. Pra jo domosdoshmërisht ka ndërruar vetëm emrin. Jo domosdoshmërisht janë trashëgimtar të komunizmit. Pra përkundër asaj që përfaqëson. Do isha shumë dakord domethënë që di quaj. Or ne i kemi falur këtë. Është ngacmim për të parë reagimin tuaj. Do isha shumë dakord nëse këta do kishin shprehur një diçka pozitive për këtë stres. Por dhe kur erdhën në pushtet në 97-ën, me revolucion si çerdhi nacional qendrtarja, domethënë në 42-shin, edhe kur erdhën prap në pushtet, filluan prap luftën ndaj klasave ndaj nesh. Pra sado ne i falëm në 90-ën kur e morën prap ata pushtetin, na luftuan në maksimum. Të gjithë njerëzit tanë që ishin, domethënë që disa mbaruan shkollat, u futën në përpundra, i nxorën nga puna. Studimet lëna në mes, i detyruan domethënë që edhe studimet kanë lënë shumë për arsye se s'kishin ekonomi, kanë lënë dhe kanë ikur emigrant. Nuk kanë shprehur një diçka pozitive për këtë stres. Dhe kur bëhet ligji i dëshpërimit në 2006 apo 2007, nuk e di, se mbaj më të mirë, por kur u bë ligji fiks, kanë shprehur kundra këtij ligji. Pra nuk është se këta në qoftë se duhet tani, ndonë se kjo po ndodh tani prandaj dhe po bëhet kjo çështja të përdjegur për ditë. Po ndodh sepse Parlamenti Evropian, një ndër pikat e integrimit të Shqipërisë në BE është dhe çështja e të burgosëve, të përndjekur politik dhe e pronarëve. Në qartë. Dhe si thua, ata duan të marrin flamurin tani që kush do t'i mbajë më afër. Po mua nuk më vjen keq me këta, sepse domthonë Edi Rama apo Partia Socialiste apo gjithë tjerë të punë kanë për të thithur elektoratat aty ku të mundsin. Mua më vjen më keq me këta njerëz që i përkasin stresës time dhe që i shoh ulur atje përballë tyre. Këtu më vjen. Në fakt ju bankoni edhe nga e djathta. Për hir të vërtetës. Shiko, unë kur them edhe Partia Demokratike nuk e ka atë zellin e madh, devocionin e dur për t'i vënë dinjitetin e dur kësaj stresi. Nuk do të thosha se jam më pak ndaj ndaj PD-s se sa ndaj PS-s. Por dua të di qëndrimet e këtyre. Nuk do të them tani këtu të paktën nëse TPS-ja janë 100% komunist me 0, këtu të paktën ndryshon përqindja. Ka dhe disa nga njerëzit tanë që janë ingranuar atje dhe ne dhe kjo është arsyeja më kryesore që bëjmë dhe koalicione, domethënë që jemi gjithmonë me Partinë Demokratike në koalicione, sepse edhe këta njerëz që janë aty, të paktën kemi një, si thua, kjo dolim në një Parti Demokratike, doli si luftë kundër komunizmit, dhe ne ishim parti kundër komunizmit. Si forca e parë kundër komunizmit. Pas pluralizmit, vendosë pluralizmit. Dhe do thoja që kemi një elektorat natyral të përbashkët. E qartë. Në fakt, ajo që unë doja të pyesja tani ka të bëjë me një fakt tjetër, me evidentimin ose me
ka qenë një fakt i dhimbshëm, shumë të dënuar me pushkatime, me gjyq pa gjyq. Persona të cilëve sot nuk dihet se ku janë Burgos, ku ndodhen eshtrat e tyre. Familjarët kanë të drejtë morale për të ngritur zërin dhe për të kërkuar. Tani, kur e thash gjyqtarë që kam parasysh ka ndodhur dhe një protest në 20 shkurt pikërisht për këtë lloj fakti. Pas zbulimit të një varri masiv në periferinë e Tiranës. Do thoja këtë gjë, që kur thosha që nuk është dëmshpërblimi, problemi i parë i tërndjekut politik, për këtë kisha, domethënë që në fillim që thashë nuk është dëmshpërblim. Pra e para është dëmshpërblimi moral. E para është gjendja në eshtrat e këtyre 5.000 burrave që janë pushkatuar për pa ardhur, pa e fituar Partia Komuniste pushtetin deri në 29 nëntor të 44-s. Pra deri në atë moment janë rreth 5.000 burra të pushkatuar që nuk u dihen varret. Që nuk u dihen eshtrat këtu kanë. Pra kjo është arsyeja më kryesore që duhet të integrohet kjo shoqëri, sepse nuk e kemi startin të njëjtin të fëmijët e kësaj shtrese me dikujt që ka qenë gjithkohës në administratë, gjithkohës në punë. Kjo është diçka që neve duhet të kemi një impuls pozitiv për të ingranuar dhe për të ecur më përpara në administratë, të ketë diçka domethënë që se ndos dakord jam me konkurset, po ndos diçka që ka të drejtë dhe ai që është drejtori i një ndërmarrje apo drejtori i një administrate që të zgjedhin ndër tre të parët. Dhe edhe nëse del i pari domethënë nuk të ka shumë qejf dhe pavarësisht se mund të jetë i anës politike dhe sot është PD-ja në pushtet. Nuk e ka shumë qejf këtë. Pra e gjithmonë vepron meritokracia, pavarësisht fasadës. Dhe unë këtë do t'i thosha dhe të gjithë kësaj bashkëvojtëse, domethënë të prindërve të mi dhe të familjes time që ta kuptojnë këtë gjë, që nëse nuk kanë njerëzit dhe fëmijët e tyre t'i nxjerrin nëpërmjet kësaj partie që kanë vuajtur 50 vjet, nuk kanë mundësi nesër t'i kërkojnë llogari. Po. Sepse mua më lidh gjaku me këtë stres. Nuk më lidh. Unë diku kam thënë në një bisedë që votat e ballit kombëtar është 1 vot në 1 kilogram gjak. Është diçka që është shumë vuajtje. Nuk mund të përdoret dot gjithmonë të marrë nga kjo stres pa dhënë asnjë. Po. Partia e Ballit Kombëtar e krijuar nga ideologu Mithat Frashëri, nga i njohur për i biri i iluministit Abdyl Frashëri, edhe në fushën shkrimore edhe në atë kontribut që ka dhënë për çështjen kombëtare, por nuk arriti që të bëjë dot faktore politike pas viteve 90. Ç'ndodhi me Ballin Kombëtar? Nuk mendoni se është luks i tepruar të jenë 2 forca politike ndarë në 2 kampe, Balli Kombëtar dhe Balli Kombëtar Demokrat? Tani le të kalojmë te forca juve politike duke lënë stresin për ndjekurve. Gjithsesi ka akoma për të folur dhe nuk mbaron asnjëherë. Jo, do të rikthehemi sërish, do të alternoj. Për stresin e ndjekurve, dhe unë më tepër sot kam ardhur në sensin e një pasardhësit burgosit politik se sa në rolin e kryetarit të partisë Balli. Por pak më parë thatë që forca politike, pra mendohet që të përndjekurit do të jenë te Balli Kombëtar. Duhet të vinë tek shtëpia e tyre. Mos të rrinë më për shtëpitë e tjera. Prandaj po i lidhim këto dy çështje. Prandaj dhe këtu. Shiko tani, të thash që pas 97-s ndodhi loja e sigurimit të shtetit ku Hysén Selfa u përdor dhe ndikoi në çarjen e Ballit Kombëtar. Ishte nën kryetar kur ishte Abaz Ermenji kryetar. Dhe pasaj më tepër i ndikuar si ka ndodhur domthonë diçka për të fituar si kryetar i Ballit Kombëtar përballë Abaz Ermenjit, ka ndodhur një kongres do thosha i shumë i dëgjuar në 98-ën me shumë debate. Dhe pastaj Hysén Selfa krijoi Ballin Kombëtar Demokrat. I lutemi me çdo kusht drejtuesve të Ballit Kombëtar Demokrat. Qoftë në qendër si antar kryesor jam, qoftë dhe kryetari i Ballit Kombëtar që përfaqëson Fierin, besoj se nuk e njeh asnjë, i lutemi me çdo kusht për të ardhur te Partia e Ballit Kombëtar. Hajde të bashkohemi. Nuk mund të çajmë dot pa bashkim. Por çfarë ndodh? I kapur mat, nuk e di se kush i kap ka njerëz. Ai thot tani dhe bën një dokumentar sikur Mithat Frashi ka krijuar Ballin Kombëtar Demokrat dhe thot hajde ti thot
te balli kombëtar demokrat. Të ndërrojmë me emrin thotë ta bëjmë balli kombëtar demokrat. Kjo është nuk e marr vesh domethënë me këta njerëz tani. Problemi është në thjesht i emrit tani apo? Po nuk është i emrit, domethënë vetëm se nuk duan ta bëjnë këtë gjë. Janë kapur diku. Nuk e di se si, domethënë se si arrin që të kapen këta njerëz dhe nuk e lëshojnë këtë vulë që kanë marrë. Dhe kjo është bërë një mod tani që krijo parti sa të duash edhe bëj sikur je nacionalist, sikur je pro-narve, sikur je pro të burgosëve dhe thith vota për të krijuar një lider. Pra secili po merr një vulë në xhep tani dhe po. Dhe kjo kosto e ndarjes në dy Kjo është kosto shumë e madhe realisht. Siç është kostua që u ndan shoqatat të burgosëve politik, që janë bërë sot tre shoqata që janë sot në aktivitet. Secili ka marrë nga një vulë në qendër dhe këta unë do thoja që janë, si thua, politika që i përçau, por dhe këta vetë që u bën pjesë e kësaj politike që i përçau. E njëjta gjë është tek balli. Kosto është shumë e madhe. Unë do thosha do marr një rast të thjesht për mos u marr me të gjitha, të tjerat, do marr në rastin tim, me rastin e zgjedhjeve të fundit për këshilltar në Fier, vetëm nga ngatrimi që jemi dhe afër, balli kombëtar me ballin kombëtar demokrat, u mbas 52 vota të tyre dhe nuk dal këshilltar, unë digjem për këshilltar për 11 vota. Pra kjo është një kosto e madhe që diku digjet një përfaqësim për arsyen sepse ke një njerëz që të përdoret. Dhe thash dhe këtë gjë bëjnë, domethënë akoma loja politike e përçarjes vazhdon. Dhe këtë gjë ata të bëjnë edhe në politikën, flas të partive të mëdha në krahasim me partitë të vogla, i bëjnë që ndaj stresës ton, njerëzve për shembull që nuk mund të binden flas në rastin konkret që nuk mund të jemi të bindur plotësisht tek PD-ja, do t'i gjejmë mënyra nga më të ndryshmet për t'i djegur, që mos të përfaqësohet. Po. Do gjejmë mënyra dhe ata domthonë kanë lojën e sigurimit që të vrasin me njerëz të tu, nuk kanë nevojë ata pse të vinë të bëjnë luftë me ty, ata të fusin njerëz të tut, disa t'i fusin nga PR-ja, disa t'i fusin nga balli kombëtar demokrat, të afërm të tut, të djegin përfundimisht për 50 vota, për 10 vota, për 20 vota. Kjo është loja që po përdoret akoma. Pra, ndarja e ballit kombëtar është kosto e madhe dhe sa kohë ne gjithmonë nuk kemi ofruar, hajde të bashkohemi, gjithmonë marrim përgjigje, hajde një ju tek neve. Sepse duhet vini te balli kombëtar demokrat. Me sa duhet të vazhdojmë me këtë pozicione. Ka një pikës meraku të cilën unë her pas here kam konsumuar në fakt edhe me të tjerë politikanë që kanë qenë edhe eksponent lart të partisë tuaj. Por gjithsesi më mbetet sërish merak për të ditur një qëndrim konkret të partisë Balli Kombëtar. Ka një frym diskriminuese, le të them kësaj, nga prodhimet e kinostudios shqiptare, filma të cilët kanë në qendër, në thelb luftën nacionale shqiptare, ku vazhdojnë të transmetojnë edhe së të kësaj dite dhe e di se si është trajtuar figura e ballistit. Nuk e di, edhe pas 20 vjetësh pluralizëm, forca jo politike ka kërkuar, ka ndërhyrë, ka ngritur zërin në të gjitha institucionet. Po, në të gjitha institucionet për të arritur që të bllokohen këta filma që demigrojnë historinë. Këta janë filma që janë bërë pro sistemit dhe duke deformuar historinë. Është qartë. Dhe ne kemi kërkuar të rishkruhet historia, të hapen arkivat janë, vetëm se nuk duan që t'i japin një të nxjerrin të vërtetat në shesh. Le të hapen arkiva dhe të dalin ashtu siç është e vërteta. Nuk jemi neve kundra të vërtetës, të dali ashtu siç është, të dali roli që ka pasur secili nga këta pjesëtar. Ndash të Ballit Kombëtar, ndash të Partisë Komuniste, ndash të partive të tjera që mund të kenë qenë të legalistë dhe të gjitha, të dalin të vërtetat në shesh. Është për të ardhur keq që televizionet akoma japin filma me ballist. Sikur ballistët janë fundi i shoqërisë, sa ndonë ishte bërë si shpreja e ditës që ballistët han pula. Po tani unë do të thoja diçka që mund të jetë dhe për të qeshur, domethënë, që të thoja sikur tani pronari juaj i televizionit në mëngjes sa vini juve në punë, u mbledh bukën dhe thotë dal tu unë çka keni ju me vete dhe pastaj do hipni të punoni lart. E njëjta gjë ndodh dhe me ballistët e saj kohe që kanë qenë shtresa më e pasur e shoqërisë.
pronarët e tokave. Duke ka qenë shtresa më e pasur që ekzistonte, më e ditur. Dhe tani i bie nëse juve e pranoni këtë gjë që ua bën pronari juaj këtë gjë sot, edhe unë do pranoj që ballistit kanë ngrënë pula me të vërtetë. Problemi ishte se nuk kanë luftuar, thosh. Domthonë ky është qëndrimi. Problemi është se nuk kanë luftuar, nuk kanë marrë pjesë në luftë kundër okupatorit. Megjithëse kjo është çështje që është tani ideatori që krijoi ballin kombëtar Mithat Frashi, është i biri Abdyl Frashi. Abdyli bëri lidhjen e Prizrenit, Mithati është rast i rrallë që t'i ndodhi që jatë e birë të bëjnë të jenë atë frymën, pra shtëpia Frashëllinjve, nga e ka lidhjen domthonë ideatorin e ballit kombëtar, është shquar për nacionalizëm. Unë do thosha tani që Mithati, të mos harrojmë edhe 20.000 kopjet dhuruar bibliotekës. Janë shumë tepër. Është tirazhi i bibliotekës personale të Mithat Frashi. Dhe biblioteka dhe ne kemi kërkuar që Bashkisë Tiranës, në kohën që udhëhiqej nga Edi Rama, i kemi kërkuar që biblioteka kombëtare të quhesh Mithat Frashi. Për arsye sepse ky e themeloi, ky i ka dorëzuar librat që është krijuar biblioteka kombëtare. Dhe do thoya që krijoi nacionalizmin e parë shqiptar. Nacionalizmi e parë shqiptar është krijuar afërsisht në 19 prill të 39-s. Në kohën kur personalitetet tjera të themi të fiseve të mëdha shqiptare, dorëzoni kurorën Viktor Emanuelit, Mithat Frashi me disa të tjerë krijoi nacionalizmin e parë shqiptar me 8 pika, ku ishte kryesorja luftë kundër okupatorit dhe bashkimi i Shqipërisë. E qartë. Pra jo për të pasur edhe frazën përmbyllëse, pra në lidhje me atë qëndrim ndaj filmave që shfaqen në vazhdim. Thoya që këto filma ne na ka ngelur vetëm diçka tjetër tani, që të fillojmë luftë me gjitha televizionet në Burgjukada për t'i mbyllur, nuk ka rrugë tjetër, domethënë. Është pak e vështirë që akoma fëmijët tanë të shikojnë ata filma dhe nuk di një fëmijë 5 vjeç se si ka qenë historia. Ai shikon ata filma dhe thotë ballizat e merr standard. Pra e merr standard të gjë. Dhe kjo është një dëmtim i madh akoma që pas 10 vjetësh të jepen këto filma. Është vërtet fatkeqësi dhe për ata që mund t'i drejtojnë dhe mund t'i japin këto televizion. Zoti Toro, a ka aksesin e dur dhe a mundet Partia e Ballit Kombëtar që të bëj unifikimin e të gjitha shoqatave të përndjekur politik? Është kjo dhe pika e merakut, ndoshta që ju do të doni të nxirrin të... Kemi tentuar disa herë për t'i bashkuar shoqatat, domthonë flas dhe vetë disa të burgosu politik kanë tentuar. Jam mbledhur para 6-7 vitesh rreth 700 të burgosu politik në Tiranë, edhe me tendencën e Partisë së Ballit Kombëtar, dhe nuk është arritur. Nuk e di se kush e mban peng këta njerëz për t'u bashkuar. Pra këtu është loja politike e dy partive të mëdha, do thoja, që i mban të përçarë këta njerëz, duke i mbajtur në 2-3 shoqata. Një shoqat, Simon Miraka, këta mbështet qeverinë, njëra tani mbështet presidentin Topi, njëra shkon nga këta që Kurti me tjerë, që do thoshe janë vetëm individ, nuk ka stres të përndjekur ose të burgosë politike të shkojnë të votojnë për të majtë. Është e pamundur. E qartë. Nuk mundet, nuk të lë gjaku i derdhur për këtë që të shkosh, të dridhet dora sikur të vesh votosh majtas në tek kjo stres. Dy partit ballit kombëtar. Kjo streset përndjekur politike ndarë në 3 grupime. Le të shkojmë pak në zgjedhjet e 2013-s me këtë kod zgjedhor, me këtë reformë zgjedhore. Nuk e di, kishit një mendim për reformën zgjedhore? Do dojë që të ndryshon diçka, përfaqësimi i partive të vogla, shqetësimi i tyre, ku edhe ju përfshiheni si formacion politik? Tani kodi zgjedhor e njoh në mënyrë shumë të mirë, sepse gjithmonë kam qenë edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjes si përfaqësues i Partisë Ballit, dhe e njoh në mënyrë perfekte. Që sa herë të bëhen zgjedhje me kod të ndryshuar, është, do thoya, është turp për dy partitë e mëdha që bëjnë gjithmonë lojra vetëm për të përfituar mandate të parregullta, vetëm për të deformuar votën e shqiptarëve. Nuk ka nevojë shumë kodi për tu. Me 3 nene rregullohet kodi zgjedhor. Nuk ka ndonjë ndërhyrje të madhe dhe ka vetëm të thosha domosdoshmë 5 minuta punë, nëse kanë vullnetin e dur politik për ta. Zgjedhjet prishin gjithmonë vetëm në numërim dhe është dhe sistemi zgjedhor. 2 gjëra do ndryshohen. Asnjë gjë tjetër nuk ka nevojë kodi për ndryshuar.
Është vetëm thjesht votimi bëhet shumë i rregullt. Kur vjen puna tek numërimi, aty prishen zgjedhjet. Zgjedhjet prishen gjithmonë vetëm te numërimi. E qartë. I votave. Pra nëse këta do futun të radhë kamrat në sistem. U futën gjitha ato parat, gjitha ato shpërdorime të taksave shqiptare për kamera, që si vletin asnjë, se asnjë nuk i hapi ato kaseta për t'i parë se ça matrapazllëqes janë bërë me vot. Asnjë nuk e pati drejtën për t'i hapur ato kamera, kur vinte puna tek subjektet politike. Thjesht tek numëroheshin mirë tek kandidatët, dhe kur vinte puna te subjekti, asnjë nuk i hapi t'i shikonte. Pse nuk i fut direkt numërim elektronik, hiqe njerëzit nga numërimi dhe fut vetëm numërim elektronik. Dhe tjetra, ndryshon sistemin zgjedhor. Bëhet proporcional kombëtar. Çdo vot ketë të njëjtën vlerë, si në Kukës, si në Fier, si në Saran, në Korçë ketë të njëjtën vlerë. Por Fieri është më i madh, pesha e votës në Fier ka më pak vlerë, diku ku është më vogël ka më shumë vlerë. Pra është një deformim i votës. Pra o do korrigjuar sistemi zgjedhor, ose do bërë korrektimi kombëtar. Pra tjetë korrektim kombëtar. Sepse nuk ka rëndësi se tani dalin e thonë, domthonë sistemi zgjedhor e kemi të mirë se përfaqëson secili qark përfaqësohet me deputetët e vet. Po deputetët ti ke çuar nga lista. Një lloj do jetë, si të jetë ky deputet, domthonë i caktuar, nga qendra e caktuar, nga Tirana, kush do jetë deputet, nuk i kanë nxjerr Fieri deputet tani dhe themi ne që këta deputetët që janë të Fierit përfaqësojnë Fierin. Me këtë sistem zgjedhor dhe me këtë prag elektoral ndjeni të përfaqësuar në 2013-ën? Mendoni se do të përfaqësohen si forcë politike, parlament? Nuk e besoj se këta, nëse domthonë edhe po të lëng këtë sistem, elektoral, nëse do vendosin numërimin elektronik ne përfaqësojnë. Nuk është kjo pesha e ballit kombëtar në elektorat. Është shumë më e madhe, është shumë herë më tepër më e madhe. Pra shqetësimi që ju thatë numërimi. Është vetëm numërimi. Sepse këta ndodhin një gjë, nuk na heqin zero, nuk na heqin numrin nga para, na heqin zero nga pas në këta. Nëse janë 13.000, jo gjithmonë zero nuk ka vlerë. Pra i heqin zero, fillojnë dhe heqin zero nga pas. Kjo është gjithë problemi. Nuk heqin numra para, heqin zero të pasave. Do të doja të ndaja me ju edhe mendimi për dy forca të reja të konturuara tashmë, forca politike. Së pari është partia e paemër, do thosha, e zotit Topi, i cili praflitet pasi të lërë presidencën, nëse nuk do të garoj për një mandat dytë, dhe tjetra është edhe Lëvizja Aleanca Kuqezi. Unë do të nisja me Aleancën Kuqezi. Njerë dhe pasaj për të shkuar tek presidenti Topi, dhe i bie që të dy kanë qenë të afërt me njëri tjetrin, sepse kanë qenë tek Këshilli i Lartë i Drejtësisë, të dy këta që u lindi ideja për të krijuar dy forca politike. Dhe njëri i vajti mendja që të marrin nacionalizmin, dhe tjetri do merret duke pasur realisht që vjen nga një shtresë e pasur e Tiranës, do merret me pjesën e pronarëve dhe të Burgosa apo të Përndjeku. Do thosha për Aleancën Kuqezi. Dhe ka marrë termin për nacionalizm. Nuk është ky nacionalizmi shqiptar. Nacionalizmi shqiptar është më tjetër nga gjithë nacionalizmet e vendeve të tjera. Nacionalizmi shqiptar është nacionalizëm mbrojtës, jo nacionalizëm pushtues. Nacionalizmi shqiptar është i urtë, është për bashkimin e kombit, jo për çajën e kombit. Nuk është nacionalizmi shqiptar për të sharë të tjerët, por është për t'i bashkuar të gjithë të tjerët, për të mbrojtur të tëndën që ke. E qartë. Tani, të dalësh nacionalist në 2012-ën, ne kemi 73 vjetë që ka dalë nacionalizma e parë shqiptare. Dhe po themi që dhe balli kombëtar, për këtë ne jemi krenarë që drejtojmë balli kombëtar, që jemi pjesë e këtij balli kombëtar, është partia më e vjetër në Shqipëri, dhe nuk i ka gënjur asnjëherë shqiptarët. Po. Këtë jemi, Mitat Frashi lajmëroi që në krijimin e vet të ardhjes komunizmit në Shqipëri, i lajmëroi se çfarë do ndodhte po të fitonte komunizmi në Shqipëri. Dhe ajo u ndodhi. Lajmëronte edhe këta bajraktar, që u quante bajraktar dhe shqiptar, të asaj kohë që ishin pjesa e pasur e veriut, që nuk hyri realisht në luftë, njerëz hyri pak më vonë pjesa e veriut në luftë. Domthonë flas sepse përfaqësonin më tepër pjesën e legalitetit dhe ka hyrë pak më vonë në luftë dhe i thoshte bashkohuni kundër kësaj rrymë se kur të vi dhe jepni për të luftuar, se kur të vi komunizmi do marrë të gjitha.
Dhe kjo ndodhi vërtet, nuk u lam më asgjë. Pra, do të munden të shpërfaqen, me një fjali të shkurtër, do të munden të shpërfaqen këto dy forca politike, Aleanca Kujdesit dhe Partia e Zotit Topi në zgjedhjet 2019. Unë do thosha që Kreshnik Spahiu, që s'ka asnjë lidhje me nacionalizmin, do jetë si G99 që i Erion Velias. Do jenë të dy do të kenë të njëjtin fat. Pra kapën diçka, nuk kapën diçka në nacionalizëm, siç ishte domethënë regjistrimi etnik dhe fetar, u kap me këtë domethënë që disa shqiptarë që ndryshuar kombësi nga shqiptar në grek, u kap me këtë, por tani se është dhe për të ardhur keq domethënë që ti këtë kishe për detyrë të kontrolloje, prandaj je nën kryetari i Këshillit të Drejtësisë. Ke për detyrë të kontrollosh këto gjykata që kanë dhënë këto vendime për ndërimin e shtetësisë. Ti pse nuk e kontrollon në momentin që je në krye të detyrës dhe të ka çuar këto taksat shqiptarëve përdoren për këtë punë, por në fund të mandatit kujtohesh që këtu ka ndodhur diçka dhe për të hyrë në lojën u kap me këtë, si thua, me këtë term për të hyrë në lojën politike. Pra është një lloj, do thosha unë, siç ka ardhur komunizmi në Shqipëri. Kanë të njëjtën, po ti shohësh në ide, domethënë siç u lindi Erion Velia, Partia G99, si lindi ky tani ka krijuar domethënë një luftë përçarëse kundra dy forcave të mëdha politike, kundra gjithçka që është në rajon, të gjithë këta që mund të jenë miq, do dalin ndonjë ditë edhe kundra Amerikës apo kundra këtyre, pra do thotë, domethënë sipas këtij që po flet tani, që dy partitë e mëdha unë do dalë më i fuqishëm nga dy partitë e mëdha dhe domethënë baras me shprehjen e vetë jemi shkëm granitin në brigjet e Adriatikut. Po Partia e Zotit Topi. Te Zoti Topi do jetë është pak më ndryshe, të themi situata apo gjendja e tij. Do thoja domosdoshmë dhe figurë më e investuar në politikë, është më i njohur në politikë dhe mund të krijojë një farë elektorati për hir të vërtetës, mund të krijojë një farë elektorati. Por do thoja domosdoshmë që është pak thuaç, nëse Zoti Topi do merakosur shumë për këta pronar tokash, për këta të burgosur, mund ta bënte që në kohën kur ishte në kryetari PD-s, Partisë Demokratike, po. Mund ta bënte që në kohën kur ishte kjo qeveri, pra ngrinte zërin, po të ishte. Por thash, këta janë disa, domosdoshmë siç mund të jenë dhe disa të tjerë që vijnë nga shtresa jonë tek PD, që mund të jenë në drejtimet në parlament apo në drejtimet e PD-s, që nuk e ngren dot zërin tek PD-ja, thash, sepse nuk vinë me këto vota reale që të vinë nga kjo forcë që të ketë zërin ta bëj për dita në parlament. Që ta ngrej për dita zërin një deputet, sikur një deputet kishte shtresa reale, që të vinte vërtet nga shtresa reale në parlament, do ndryshoni shumë më tepër gjërat. Dy gjëra të thjeshta kanë ndodhur domthonë me të përndjekur politik, që janë goditur disa politikanë dhe një tjetër që bëri skemën sikur do hidhesh nga Vinçi dhe janë vënë në lëvizje kush partit të vejë më përpara. Po sikur të ishte një deputet atje në parlament që të ngrinte zërin ditë për ditë, çfarë do ndodhte? Në fakt, kemi dhe një qëndrim paksa të ashpër, sepse ndaj politikanëve nga kjo shtresë. Edhe goditje, Jo, nuk është goditje, është pak, domethënë do ta kam premtuar që çdo politikan që do dalë përpara do ta kap më vonë në këtë sens, po do thoja edhe këtu në Fier për shembull. Unë kam thënë në Fier kur më thash që do isha për këshilltar, duke kërkuar sinqerisht. Ne po janë rreth 400 familje në Fier, domethënë 400-500 të vetëm të burgosur, shokët e babait tim. Që duhet të shkoja me këto vota në Këshill dhe i kam premtuar një gjë që do bëja dhe kërkesa ime e parë në Këshill që do ishte për ngritjen e memorialit për të pushkatuarit dhe për të burgosurit politik, për të vdekurit në përburgje, në Fier. Do ta kërkoja këtë gjë. Në qoftë se s'ka, kanë ndier ndonjë këta që të ngrihet për këtë çështje në bashki. Jo, me sa di është bërë një kërkesë. Bërë një kërkesë, por nuk e aprovon njëri. Kush do ta ngrej zërin atje për ta bërë këtë gjë? Është qartë. Tani me që ishim të ka e pika që tha do të prek pak më vonë, kam parasysh zotin Dreca edhe goditje ndaj zotit Rusmajli, ka pasur më tjetë një lloj premtimi, në thonjë se që çdo politikan që do dalë para do ta godasi. Shiko, kjo është pjesa agresive apo është ana emotive e të prekur, por ka dhe një të drejtë. Do flisja domosdoshmë që është pjesa agresive, por dhe me një të drejtë.
Pra nuk do të thoja se çështja e të burgosit politik është bërë si tenxheria me presion, që një ditë do plasë. Sepse nuk mund të durosh dot 50 vjet persekucion, 50 vjet luftë dhe këto 20 vjet që ke kur shumë të tjerë po ecin shumë më përpara, po ecin jashtëzakonisht më përpara, ti vazhdon akoma dhe po bëhesh shërbëtor i këtyre. Pra është akumulimi i kësaj shpërfyllje politikës së këtyre viteve. Dhe një ditë domthon kësaj do t'i vi situata dhe për këtë domethënë janë bërë disa tani që do shkojnë të protestojnë përpara Parlamentit Evropian. Dhe këtë edhe unë si pjesë e tyre do ta mbështes këtë gjë. Por nuk jam me atë idenë e rrafjes së çdo politikani, sepse këta atere kur dush bër, flas për 90 nuk e bën. Pra i falën dhe nuk mund ta bësh dot tani. Nuk mund të bësh përjashtim nga ndjenja humane gjithsesi. Është formë që është e dëmshme. Por që ka një diçka se tani të shikosh vërtet. Kjo është vërtet, të shikosh në Komisionin e Ligjeve që do bëj ligjet për ty. Atë person që e jati apo dikush tjetër i ka bërë shumë krime këtyre njerëzve është pak e vështirë. Okej. Përpara se të kalojmë tek leximi i mesazheve, do doja që të ndaj një mendimin tuaj dhe një vlerësim për një shprehje të Mithat Frashit, i cili për shqiptarin thoshte: shqiptari për natyrë është kot si dashës, plot vanitet dhe egoizëm. Nuk i pëlqen kur të shodhet një fajin dhe të metën e tij. I pëlqen kur doherë t'ia ngarkojë një tjetri. Dhe unë që në fillim nësa e fillova këtë bisedë thash që e para është faji e tyre që e përgatitën këtë skenar dhe që na i dhanë vetëm të zbatuar këtë gjë, dhe e dyta është dhe faji jonë. Pra nuk e ngarkoj veten, domethënë qoftë dhe veten time si pjesë të këtyre pa faj. Nuk jemi dhe ne pa faj. Pra e lam veten në mëshirë të këtyre njerëzve që të bënin çfarë doni dhe nuk kërkuam një gjë. Këta se kanë dhe kërkojnë, kurse ne e kemi tonën dhe nuk e mbajmë. Pra nuk mblidhemi këtu për ta mbajtur këtë gjë. Jemi persekutuar 50 vjet si ballist, si kulak dhe nuk e mbajmë veten tonë sot kur duhemi që të nxjerrim njerëz sa më shumë njerëz nga kjo shtresë. Por jo nëpër partitë tjera që s'do kenë asnjë vlerë njerëz, jo të përçarë. Okej, atëherë kalojmë tek leximi i mesazheve, do të lutesh edhe për shkak minutazhit përgjigjet më të shkurtra, nëse do të kishin ndonjë koment apo ndonjë përgjigje për këtë pyetje. Nga një televizionist me 456 në fund, zotitore, a mund të bashkohet edhe kuqezi me ju? Një pyetje. Nuk e besoj se mund të bashkohet kuqezi me neve. Megjithatë këto janë pasi të krijohen dhe të unifikohen mirë, për këto gjëra vendos kryesia e partisë dhe Këshilli Kombëtar se me këtë do bëhen aleanca. Por unë në vetvete nuk jam për bashkimin e kuqezin, sepse nuk përfaqësojnë realisht nacionalizmin shqiptar. Pra është një nacionalizëm i dështuar. Mos të gënjehen këta njerëz dhe kjo shtresa jonë se kuqezin përfaqësojnë nacionalizmin shqiptar. Është e pamundur që të vijë nacionalizmi, nuk është ky nacionalizmi shqiptar në vetvete. Ajo që ju aspironi. Po. Një përshëndetje e madhe shkon për të persekutuarit në veçantë familja Toro nga Aziz Petrita, një mesazh tjetër. Një mesazh tjetër, ashtu është siç shtron zotëria, duhet bashkohemi se akoma të persekutuar jemi nga një zonjë, nga Fieri. Kalojmë tek një mesazh tjetër. Do t'i thosha zotërisë se 45 vitet e komunizmit e kanë nxirr figurën e ballit kombëtar akoma deri në ditën e sotme nga Nadiri. Fakt këta më tepër komente, vlerësime. Ai falenderoj gjithë për komentet. Të persekutuarit kërkojnë falje nga Partia Socialiste mbas 20 vjetësh demokraci, mbasi e vodhët vendin 20 vjet. Tregoni pralla me mbret, dikush tjetër. Po lexoj për të respektuar gjithsesi. Loja politike dhe strategjia e përçarjes për këtë shtresë është zbatuar më së miri në ligjin për dëm shpërblimi, duke përjashtuar të vrarët pa gjyq para shërimit, që do të thotë këta vazhdojnë të jenë armiq të popullit, ç'duhet bër. Është një tjetër mesazh. Unë e përshëndes zotërin që e ka bërë këtë pyetje, e përmenda dhe pak më përpara që balli kombëtar dhe ne me insistim të plot e kemi filluar dhe e kërkojmë fillimin e dëmshpërblimit për këta të përshkatuar pa gjyq. E para njerëzit dëmshpërblim moral nuk ka lidhje fare me dëmshpërblimin financiar, është dëmshpërblimi moral kryesor. Me gjetjen e eshtrave të tyre dhe i kemi kërkuar Presidentit të Republikës, dhe për këtë desha ta prekja pak aty tek zoti Topi, kur në postin që ishte Presidenti i Republikës,
Kemi kërkuar për nderimin e këtyre viktimave të përshkatuara pa gjyq. Dhe nuk e ka bërë ky person. Kemi kërkuar nderimin e Mitat Frashërit. Dhe e ka bërë vetëm jo si kërkesë ballë kombëtar, por e ka bërë si firmtar i pavarësisë në Vlorë. E qartë. Sepse duhet ta dinë dhe shqiptarët që Mitat Frashi ka qenë dhe firmtar i pavarësisë në Vlorë, se nuk e din shumica nuk e di që ka firmosur në Mitat Frashi, se din akoma armik. Dhe tjetra kemi kërkuar dhe dekorimin e Abaz Ermenit, profesor Abaz Ermenit, pas vdekjes dhe nuk e ka bërë. Tani unë këtë zotri nuk mund ta besoj më se është i djathtë, pavarësisht se mund të vijë nga kjo. Okej. Zoti Toro, sipas jush një tjetër mesazh, sipas jush pse forcat politike po bëjnë një lojë me të përndjekurit? Cili është realisht qëllimi i tyre? Qëllimi i tyre është për t'i mbajtur gjithmonë të përçarë. Dhe duke mos dalë të përçarë, dihet që votat do ndahen, dhe duke mos patur vota në parlament, gjithmonë kështu do jetë. Nuk do ketë ndonjëherë më zgjidhje në parlament. Do t'i zgjasin këto afate dëmshpërblimi, do t'i çojnë sa. Nuk besoj se do jetë kur të mbarojnë me dëmshpërblyer këta njerëz, nuk besoj se do ketë më gjallë nga këta që janë të përsekutuar. Një tjetër mesazh, zoti Toro, ju si përfaqësuesi të përndjekurve politik, çfarë kërkoni realisht nga forcat politike? Nga forcat politike, unë nuk e kërkoj nga forcat politike që të më mbrojnë mua. Kërkoj nga këta shtresa, nga këta njerëz që të mbështesin këtë forcë e cila është pjesë e tyre, është pjesë e pandare e familjes tyre, dhe këta njerëz janë pjesë e tyre për t'i nxjerrë në krye dhe për t'u dhënë mundësinë e përfaqësimit në politikë, në mënyrë që të përballen me këto forca. Forcat politike duan vetëm mall elektoral duan vetëm të marrin votat dhe pastaj mos kujtojnë mos se kanë ndonjë të burgos apo të përndjekur politik. Është qartë. Një tjetër mesazh, jemi një familje përndjekur politike, na ka dalë emri në gazetë si përfitues para një viti. A mund të dim kush është procedura e mëtejshme që duhet ndjekur për të përfituar nga kësti i parë, çfarë dokumentesh të tjera nevojiten? Faleminderit. Do bëj dhe gjithsesi. Do bëj dhe rolin e këtyre, megjithatë nëse ka dalë emri në gazetë, duhet të hapin një numër llogarie, të shkojnë tek Instituti i Përndjekur Politik dhe të hapin numrin e llogarisë në bankë dhe pastaj të shkojnë lart. Megjithatë, shiko, domethënë se këtu është më që më dha shkasi nga kjo. Domethënë dhe falenderoj zonjën që ka bërë këtë. Është për të ardhur keq që këta njerëz si srollasin akoma me dokumentacion. Këtu është loja më e madhe dhe tallja më e madhe që po bëjmë me këta njerëz. Po i srollasin akoma me dokumentacionin. Nëse këta kanë dëshirë për ta bërë këtë gjë, nuk ka nevojë për t'i pasur dokumentacionin. Është qartë. Për t'i bërë këta njerëz dokumentacionin, për të marrë vërtetimet tek ai sekretari i partisë që para një viti, po thot para një viti. Imagjino se s'ndos. Dhe ka ndodhur diçka, domethënë që është për të ardhur keq dhe vet mua, kur kam shkuar për të parë për emrin e babait tim, se kur do t'i vintin lekët në bankë për këstin e parë. Dhe kur shkoj atje më thot, ai punoi si zyrës. Po. Dhe unë hoqja sikur punoja në ministri dhe i thash punoj jam këtu në ministri sepse arriti deri atje sa më kërkoi dhe mua lek, domethënë. Kupton, është dhe kjo është diçka për të marrësh para nga kjo, domethënë nga lekët e vuajtjes dhe të gjakut, është për të ardhur keq. Dhe do thosha që nëse do t'i mundojnë akoma këta njerëz me letra, kjo është tallja më e madhe që po bëjnë. Nëse duan të japin parat dhe t'i bëjnë dëshpërblimet, i kanë vetë emrat, nuk ka nevojë për të bërë, vetëm një numër llogari dhe një adresë duhet. Të gjitha dokumentacionet i kanë vetë. Por i sorollasin ka stile, siç bëjnë me pronat. Është e njëjta gjë. Një mesazh i fundit, ju përmendët shpesh që ballisët ishin shtresa më e pasur. A mund ta dim ku e gjetën këtë pasuri, mos ndoshta është një zhvatje e shtresave të tjera? Do dha një përgjigje shkurt, sepse atëherë unë do t'i thosha këtij zotrisë domosdoshmë që mund të jetë për të gacmuar. Këtë pasuri e gjetën me gjak dhe të blerë, siç mund të jetë bërë sot pasuria. Të dinë këta njerëz që në para 44-s nuk ka qenë Shqipëria e komunizmit, por ka qenë një Shqipëri që kishte një zhvillim kapitalist, që kishte një tregti ndërkombëtare, që kishte një, të themi, në pragun e kapitalizmit. Pra ishte shitblerja e tokës, ishte shitblerja e pronave dhe funksiononte si një kapitalizëm jo në këto kushte siç është sot kapitalizmi, por diçka domethënë që po prapë ishte e lirë tregtia, shitja, blerja. Nuk ja ka marrë njëri, nuk mund të themi që ja ka marrë njëri me zor. Bilezi dhe ne që jemi pronarë dhe që jemi ballista,
themi që 7 që janë si feudalët më të mëdhenj, ne jemi kundra dhënies tyre që mund të jetë si pronë e ardhur nga Turqia. Po. Të nderuar teleshikues, ju kërkoj ndjes ka shumë mesazhe në fakt që kanë ardhur qoftë për përshëndetur zotin Toro, qoftë edhe për pyetje, ju kërkoj ndjes për shkak të minutazhit, i cili shkon drejt fundit. Kam lexuar pjesën më të mirë të tyre. Normalisht ju falenderoj që keni qenë në korrent, që na keni ndjekur. Këtu kemi ardhur në fund, zoti Toro, nuk më gjelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj dhe ju që ishit sot pjesë e Dritë në Oqean. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve dhe desha të thosha të gjithë tyre që më dëgjojnë, që janë pjesë e kësaj shtrese. Nuk po kërkoj njerëz të tjerë, po kërkoj këtyre që janë njerëz që i kanë vuajtur mbi supe, që jemi e njëjta familje, e njëjta vojtje, të mblidhemi të gjithë për të ngritur dhe të përfaqësohemi. Mos të shpërndahemi se tani po ngelemi akoma më pak, mos të shpërndahemi në për partitë tjera. Të mblidhemi të ngrem këtë shtëpi për cilën u përsekutuan 50 vjet. Ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit dhe ju atë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur kësaj në fund të bisedës sotshme në Dritë në Oqean. Takimi ynë i afërt do të jetë sërish të premten e ardhshme, deri atëherë ndatë mirë dhe mirupafshi. Njoftim, shitet një